Që ka ndodhur, sulmi do të jetë i njëjti sulm që ka ndodhur me datë 28 shkurt. Kur nisi sulmi me datë 28 shkurt, nisi nga të gjitha anët. Edhe këtë radhë sulmi do të jetë i gjithanshëm, për këtë arsye po bien trupa gjithandej. E qartë. Pra kur të ngrihen të gjithë në ajër dhe të gjithë të sulmojnë gjithandej. Pra për këtë arsye ka sjell avion Cistern, për këtë arsye ka sjell 5 avion zbulues strategjik Orion P8 që po fluturojnë. Pra për këtë arsye dhe mbas kësaj për 2-3 ditë ose për 4 ditë, pastaj sërish do shkojnë te memorandumi, pra duhet sulmi për të justifikuar futjen e memorandumit sërish në fuqi. Por që ky memorandum të hyjë në fuqi dhe që të mos prishet, duhet të aplikohet pika e parë e memorandumit, tërheqja e forcave izraelite. Dhe në këtë moment Trumpi do ta paraqesi veten që edhe Izraelit ja mbushën dhe realiteti është që ja mbush mendjen e Izraelit, sepse vetëm Trumpi mund t'i thotë atyre që kur themu të riqen, sepse Izraeli është totalisht i varur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për çdo gjë tashmë. Po. Për çdo lloj armatimi, për çdo lloj gjë është i varur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe po i tha Trumpi të riqen se unë them ata të riqen se s'kan ku shkojnë. Dhe me të vërtetë Trumpi nesër mund të mburret që unë vura një lloj paqe në lindjen e mesme. Pra mund të vëri një lloj ekuilibri, jo paqe, sepse paqe është fjalë e madhe, po një lloj ekuilibri, pra Izraeli të riqet nga Libani, Izraeli të riqet nga Libani, të riqet në një pjesë të Gazës, të riqet nga Siria, po jo nga lartësitë Golan, po nga pjesa tjetër, ku ka hyrë, dhe në këtë moment hyn në funksionim, pra realizohet pika e parë e marrëveshjes së memorandumit dhe vazhdon pjesa tjetër. Pavarësisht kësaj, ajo çfarë përfundon është që ngushtica e Hormuzit përfundimisht do të mbetet nën kontrollin e Iranit. Përfundimisht edhe pas. Si ngushtica e Bosforit. Pra ashtu si ngushtica e Bosforit në vitin 1136 mbeti totalisht në kontrollin e Turqisë, e njëjta gjë edhe këtu ngushtica e edhe pas sulmit do të mbetet nën kontrollin definitiv të Iranit. Për këtë arsye, Omani dhe Irani janë duke vazhduar dhe duke bërë bisedime diplomatike edhe dje edhe pardje. Një delegacion i Omanit ka qenë në Iran në të dyja ditët për të diskutuar për menaxhimin e ngushticës së Hormuzit, sepse laget nga gjiri i Omanit, pasregjimi i Omanit. Pra, për sa kohë këto dy vende, duke qenë që Omani është aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po diskuton me Iranin për menaxhimin e kësaj, pra do të thotë qartësisht që në të ardhmen ky menaxhim do të ndahet midis këtyre dy vendeve. Pra, ngushtica e Hormuzit do të kontrollohet nga Irani dhe nga Omani, dhe që kjo të mesi sërish po do të shkojmë te ky sulmi i paraprgatitur për të futur në funksionim këtë. Po në raportet e Sirisë me Izraelin dritan, nëse shkojnë, do kemi atë një marrëveshje normalizimi. Të gjitha këto, prandaj po them që Trumpi do ta paraqesë këtë si kusht tërheqjen pikërisht një ekuilibrim. Pra dhe Trumpi me të drejtë mund të mburret nesër që unë ekuilibrova gjën, nuk vura paqen lidhje mesme, por ekuilibrova gjërat gjithashtu. Pra, në momentin që tërheq Izraelin nga Libani, në atë moment ndërpritet lufta midis Libanit dhe Izraelit, sepse janë iranianët që garantojnë. Në momentin që Izraeli të riqet nga territoret libaneze, Hezbollahu nuk e godet me Izraelin. Pra është Irani garantues në këtë pikë. Pra një konflikt mbyllet me Izraelin. E dyta, tërheqja nga Gaza, automatikisht bind arabët që unë e kam seriozisht çështjen e Gazës dhe ja Gazën e liruam dhe vazhdon procesi i dytë i Gazës, plani i Trumpit për të hyrë në Gaza. Pra, dhe vazhdon nuk mund të projekti për normalizimin. Tërheqja nga Siria. Siria ka vendosur që nuk bëjmë asnjë marrëveshje me Izraelin në rast se nuk tërheq trupat. Tërheqja e trupave pra e çon jo nga Golani, ja ka bërë nga nuk kanë përcaktuar qartësisht, po tërheqjen e trupave. Dhe në lartësinë Golana dhe kanë përcaktuar që të shkojmë në sipas asaj deklaratës OKB-s të vitit 1967. Pra trupat në Golan të jenë të tërhiqen trupat izraelite në Golan sipas linjës të përcaktuar në vitin 1967. Pra do të rriqen në një pjesë se kanë hyrë shumë këtej. Dhe në rast se Trumpi arrin të tërheqë nga kjo zona ku janë këtu. Edhe deri këtu, pra në këtë moment Siria është e gatshme të bëjë çdo lloj marrëveshje me Izraelin. Dhe realisht në rast se Trumpi arrin ta bëjë këtë, realisht ka vendosur një ekuilibër, jo paqe. Po ka vendosur sërish një ekuilibër sepse i ka kthyer gjërat në pikën 0 ku ishin. Se tashmë nuk kemi pikën 0, sepse Izraeli ka hyrë këtej, ka hyrë andej, ka ndryshuar gjithçka. Pra tërheqja e Izraelit i kthen gjërat në pikën 0 dhe i jep në këtë moment fuqi diplomatike hegemonisë amerikane në rajon dhe e bën të domosdoshme për vendet arabe qendrën e Amerikës në këtë rajon. Në rast se Amerika nuk arrin ta detyrojë Izraelin të bëjë këtë, atëherë qendrja e Amerikës në këtë rajon bëhet 0, sepse nuk ka fuqi të ndërpresë Izraelin, gjë që shkakton gjithë këto probleme. Në rast se Amerika kthen Izraelin mbrapsht në pikën 0, automatikisht Amerika merr fuqinë që kishte para se të niste kjo luftë.
Prandaj që me të drejtë Trumpi nesër mund të mburret që po, unë arrita këtë gjë. Rivendosa sërish në ekuilibër siç ishte para vitit 2025. Pra kjo është tentativa që do bëj. Në rast se arrin ta bëj kjo mund ta kthejë gjithë rajonin në absolutisht siç ishin para vitit 2025, para fillimit të luftës, dhe fillon sërish fluksi i naftës e gjithçkaje dhe ekonomia nuk shkon në stagnacion dhe nuk shkojmë gjithë me të pjetë. Sepse në rast se kjo nuk bëhet, atëherë do të vazhdoj lufta. Në rast se do vazhdoj lufta, do të shkojë 8 pjetë, sepse janë bllokuar të gjitha. Me fillimin e kësaj lufte, janë bllokuar 2 ngushticat kryesore, ngushtica e Hormuzit dhe Bab el-Mandedi. Pra nga 6 ngushtica kryesore që ka bota, 4 aktualisht janë të bllokuara totalisht, nuk qarkullon asgjë. Prandaj në rast se Trumpi arrin të hapi këto 2 kryesorët, automatikisht ka arritur gjën më të madhe dhe e ka rifutur Amerikën sërish domosdoshmërisht qëndrimin e saj në lindjen e mesme. Si ekuilibrues, sepse është ekuilibruesi kryesor i kësaj. Pra është siç është prishësi, është edhe ekuilibruesi. Kryesor në rastin. Dhe e bën kryesor qëndrimin e saj dhe të qëndrueshëm qëndrimin e saj në lindjen e mesme. Qoftë edhe të reduktuar, po është e qëndrueshme sepse vetëm Amerika mund ta ndalë Izraelin. Përndryshe, këtu bëhet një kaos, një mishmash i papar, e cila dhe pasojat e cilës i pson gjithë bota me kalimin e kohës. Pra, kjo është domosdoshmëria. E qartë, jo. Panorama është e qartë, Dritan. Kjo lidhja me tërheqjen e Izraelit gjithashtu është e qartë, ekuilibrimi është realisht jam dakord me atë që po diskutojmë. Pra, Dritan, ndërkohë me që jemi tek Irani bëri përshtypje shumë që do më thënë në lidhje me atë programin bërthamor të Arabisë Saudite, marrëveshjen që mendohet se Arabia Saudite do të lidhë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket programit bërthamor, më bëri përshtypje që Irani i doli në krah kësaj, ishte pro. Absolutisht i doli në krah, sepse shikoni, Izraeli dhe Amerika kanë kërkuar që Irani të ndali dhe programin bërthamor që ka për çështje civile. Pra ta uli përqindje. Pra, në momentin që Irani do të dilte kundra kësaj programi bërthamor për çështje civile, Arabia Saudite automatikisht i jep të drejtë Amerikës dhe Izraelit që të mundin që atëherë kur ti s'ke çdo që fqinjit e tu mos kem pse ti duhet kesh. Pra në momentin që ti thua që po mo edhe fqinjim të kem, atëherë i heq të drejtën Amerikës dhe Izraelit që thotë që ti s'duhet ta kesh. Po kur e ka fqinjim pse mos ta kem edhe unë? Pra po është kjo loja diplomatike e vogël, lojë fëminore, që kur e ka ai këtë lodrën, pse mos ta kem edhe unë këtë lodrën? Sepse fëmia është diplomacia nga njerë është në nivelin e fëmisë. Pra du të kuptojnë në nivelin e fëmisë. Pra unë e kam këtë selulapsin dhe tash që mos ma marrin mua këtë selulapsin, fëmia thotë që ta ketë edhe redi këtë selulapsin. Të ketë edhe redi një selulaps dhe kur ka edhe redi një selulaps, mua s'ma marrin këtë selulapsin. Po ama po nuk pati redi këtë selulaps. Atëherë mua do ma marri dikush selulapsin, sepse do thonë po ti pse ke kur s'ka asnjëri? E qartë. Pra logjika është fëminore në shumicën e rasteve. Pavarësisht se paraqitet në nivel të lartë diplomatik. Diplomatik edhe sofistikuar madje. Dritan, ndërkohë bën përshtypje që Ukraina ka goditur një anije iraniane. Pra janë bashkuar këto 2 luftrat tashmë. Ukraina godet një anije iraniane, Irani nëpërmjet ministrit jashtëm Arakshi ka paremruar një hakmarrje me raketa hipersonike. A mundet që të shkohet deri nga Irani në Ukrainë me raketa hipersonike? Po, mundet që të shkohet me raketa hipersonike, janë 2 lloj raketash, Sigil 2 dhe Khorramshahr 3 dhe 4. Distanca është diku rreth 1800 km maksimumi. Pra, këto 2 lloj raketash e mbrin çdo lloj objektivi në Ukrainë. Po, pavarësisht se objektivi që mund goditet do të jetë kryesisht në objektiva në detin e Zi, pra në Odessa ose diku tjetër. Nuk besoj që do të ketë objektiva në drejtim të Kievit ose diku tjetër. Gjithsesi, mendoj që Irani do kundërpërgjigjet me 1 ose 2 raketa, goditjet do të jenë simbolike, pra nuk është se do të ketë ndonjë diçka. Do kundërpërgjigjet me raketë? Vetëm me raketë mund. Edhe normalisht ka edhe dronë cilët mund të arrijnë, por besoj që këto do ta bëjmë me raketë dhe jo me dronë. Regjia sapo e nisa një foto të me raketë dhe jo me dronë, besoj që ta bëj. Tentativa e Ukrainës është një tentativë totalisht e gabuar, pra po hyn në një luftë cilës nuk i takon. Këtë po e bën Zelenski për të hyrë në hatrin e Trumpit, pra në atë për të treguar Trumpit që shife në gjithë NATO që ti kërkove ndihmë për luftë për ndihmuar për Iranin nuk të erdhi në ndihmë, kurse unë jo vetëm që të erdha në ndihmë, por shikoj unë edhe sulmoj Iranin. Në mënyrë që
të hyjë në hatrin e Trumpit dhe Trumpi t'i japi mundësi të miratoj sepse ka kërkuar blerjen e raketave Patriot nga Amerika dhe Trumpi ka refuzuar ato. Pra të marrë raketat Patriot dhe të marrë edhe ndihma të tjera ushtarake dhe ekonomike dhe të zgjasi pushtetin e tij, sepse aktualisht Zelenski është në lëkundje të madhe të pushtetit të tij në Ukrainë. Në Ukrainë ka shkarkuar nga detyra ministrin e mbrojtjes, ka shkarkuar nga detyra shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë. E ka zëvendësuar me ministrin e mbrojtjes, ka vënë një general ministrin e mbrojtjes që varet nga ai, pra që ka qenë njeri i tij, por që në Kiev aktualisht vazhdojnë edhe sot protesta, ka pasur çdo. Kjo është drejta në Teherani. Po shikoj, nuk do të nisem nga Teherani, do të kemi parasysh se Teheran, Ukrainë, pra. Ka bazat fillojnë që nga këtu. Pra që këtu ka baza nëntoksore raketore, pra që këtu është një distancë 600 km pa është më lirë, pra. Po dhe nuk besoj që goditja do të jetë në Kiev. Mbrin deri 1800 km, mbrin deri në Kiev. Mbrin deri në Kiev. Po, se është 1800 km, por besoj që goditja do të jetë pjesa e bregut të detit të zi, pra çështja e Odesës. Pse çështja e Odesës? Për dy arsye. E para është më afër, e dyta, deri në Kiev ka rrezik që raketat të interceptohet, sepse 2 raketa janë, 2 ose 3 raketa. 2 ose 3 raketa mund të nisen. Normalisht. Se goditja simbolike do jetë. Duke qenë se në Kiev ka përqendrim të madh të raketave kundërajrore dhe sistemeve kundërajrore, mund të interceptojnë këto raketa dhe Irani nuk do që të fliqet në këtë aspekt. Kurse në rast se godet territoret e Odesës, e para nuk ka përqendrim të mbrojtjes kundërajrore raketore, antiraketore në Odesa. Pra mbrojtja kundërajrore antiraketore është në Kiev dhe jo në Odesa. Të raketa që i kap sistemi THAAD Dritan apo dhe Patrioti? Jo, edhe sistemet Patriot. Dhe në këtë moment, këto raketa këtu do të godasin, gjithsesi. E para dhe e dyta, duke goditur objektiva këtu, i ban edhe hatrin e Rusisë, e cila ka filluar pothuajse për 10 ditësh duke goditur Odesën. Pra Rusia ka 10 ditë që po godet gjithë Odesën, gjithë pjesët ushtarake të Odesës, sepse nga Odesa janë të gjitha goditjet që ndodhin flotës të detit të zi, ruse që ndodhin detin e zi. Dhe në këtë moment, normalisht duke qenë se Irani dhe Rusia janë edhe aleat, pra njëjta gjë, ashtu siç Zelenski kërkon të bëhet aleati Trumpit në këtë moment, Irani është aleati i Rusisë dhe mund ta shfrytëzojnë në këtë pikë. Normalisht që objektivat këtu do t'i marrë të sakta nga Rusia, ashtu siç i mori Ukraina objektivin e saktë në detin Kaspik nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse që të godasësh nga Odesa, se nga Odesa janë nisur dronët, të godasësh nga Odesa në detin Kaspik, të duhet patjetër shërbimi satelitor. Në detin Kaspik është ani, ha? Po, në detin Kaspik. Mendova në detin e zi. Në detin Kaspik, jo në detin e zi. Dhe të duhet patjetër shërbimi satelitor amerikan. Pra, pa shërbimin satelitor amerikan dhe pa drejtimin e këtij shërbimi, nuk mund të mbërrinte droni dhe të godiste anije në detin Kaspik. Dakor. Por kjo ka hapur një lojë tjetër, sepse përveç kësaj goditje, atëherë Irani mund të godasi në gjirin persik çdo lloj anije Ukraina se tashmë mbrapa. Nga ky moment. Nga ky moment e mbrapa. Domthon ka hapur atë kutinë e Pandorës në raport për Ukrainë, në raport me Ukrainë, në raport me vetën e vet. Po më thua që Zelenski e ka bërë këtë thjesht për të fituar simpatinë. E ka bërë thjesht për të fituar simpatinë e Trumpit dhe për të marrë mbështetjen e tij politike, për arsye se aktualisht, siç thash, edhe sot ka pasur protesta në Kiev kundër Zelenskit për shkak të heqjes Federovit. Po, të Federovit. Dhe kundërshtarët e tij politik tashmë janë duke ja shtrënguar lakun në mënyrë që ta detyrojnë të japin dorëheqjen ose shkojnë zgjedhjet parakoshme ose diçka tjetër. Për këtë arsye tashmë i duhet mbështetja politike e Trumpit dhe ka lozur në këtë pikë. I duhet mbështetja politike për shkak të situatës politike të brendshme që ka. Dhe edhe këtu fakti tregon që vetëm një njësi ka lëshuar, sepse vetëm një dron ka arritur të godas objektivin. Pra kjo tregon që nuk ka qenë një operacion i mirë menduar dhe i mirë programuar nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Por është një operacion i organizuar nga një njësi e vetme. Kjo njësi e vetme mund t'i përkasë shërbime sekrete të ushtrisë, shërbime sekrete civile, të cilat kontrollohen nga Trumpi, nga Zelenski. Pra fakti që është vetëm një njësi tregon që është direkt lidhje me presidentin. Në rast se do të kishim një sulm masiv, atëherë kemi të bëjmë me një operacion të organizuar nga shtabi i përgjithshëm. Në këtë rast nuk kemi operacion të organizuar nga shtabi i përgjithshëm, por vetëm nga një njësi e vetme e cila varet direkt lidhje me presidentin dhe tregon qartësisht që është bërë për nevoja politike të presidentit. Duke i hapur Ukrainës një problem tjetër më të madh, cilin nuk ishte nevojshme t'i japi. Ndërkohë, Dritan, Zelenski ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ndërkohë që Zelenski ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si gjithmonë ndodhet një operacion, rreth 460 dron kanë fluturuar drejt Rusisë.
kemi patur më pas që do ta diskutojmë më vonë deklaratë Putinit sërish në lidhje me fatin e Ukrainës, por fillimisht do doja të dija si e vlerëson këtë udhëtim Zelenskit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë mendon se mund të prodhojë? Nuk mendon. Cili është objektivi i kësaj vizite? Nuk mendoj se do prodhojë. Jo, objektivi i kësaj vizite, siç thash, objektivi ashtu është i njëjtë edhe me objektivin e goditjes së kësaj anije. Pra objektivi si vizitës, si goditjes ka të bëjë me futjen e Zelenskit në hatërin e Trumpit. Pra duhet patjetër mbështetja politike e Trumpit në këtë rast për arsye se po i lëkundet posti i tij në Ukrainë. Pra, është në Washington për shkak të situatës brendshme. Që lidhet me Federovin, në fakt, po e trajtonin si kryetarin e arshëm të opozitës Ukrainës, se bëri përshtypje tek një shkrim, domethënë sikur ka simpati të madhe brenda. Ajo është, pra këtu është kemi të bëjmë me një përplasje të brendshme politike në Ukrainë. Ndërkohë, sulmi vazhdon të mbetet në ato suaza, Dritan. Sulmi vazhdon të mbetet në njëta suaza, nuk ka ndryshuar asgjë, rusët vazhdojnë të përparojnë, tashmë janë afruar edhe Vladimir Putin tha që Ukraina, ne kemi diskutuar, në fakt po do doja me që e solli deklarata e Putinit këtë, Ukraina do të shkojë drejt shpërbërjes për shkak se tha ka qenë Rusia ajo që dhe Stalini, sipas tij, ajo që e ka garantuar deri tani këtë sovranitetin territorial të Ukrainës. Dhe kjo është ajo harta e Kellogut, vizioni mbi post-konfliktin në Ukrainë që kur e nxirrnin përpara. Realiteti është i hidhur, po unë mendoj që ky është realiteti. Ukraina do të shkojë drejt shpërbërjes. Në momentin që Ukraina humbet Odesën, bëhet një shtet i dështuar dhe këtë shtet të dështuar, pra totalisht, një shtet i cili nuk ka më kapacitete prodhuese, nuk ka më kapacitete eksportuese, në ato momenti duhet Evropës ta mbajë me para. Dhe unë nuk mendoj që Evropa do të mbajë një shtet si Ukraina me para, që ta mbajë gjallë, me një qeveri të korruptuar, me një shtet të korruptuar në gen, dhe atëherë çfarë do të bëjë edhe Evropa do të jetë e gatshme që të plotësoj, ashtu siç ka qenë gjithnjë e gatshme, Evropa nuk ka ndryshuar. Është e njëjta Evropë vitin 1913 që plotësoi orekset e vendeve tjera për të mbajtur paqen për nevojat e saj. Në njëjtën gjë, do të plotësoj orekset e vendeve të saj evropiane për të mbajtur një paqe të nesërme sërish me Rusinë. Pra që Rusia të ndale dhe mos të vijë më tutje këtej, pra të mos e kalojë Dnjeprin ose të mos marrë edhe të shmangi një përplasje masive me Rusinë, do të ndaj Ukrainën midis Polonisë, Hungarisë, Rumanisë, Çekisë. Këtë tha. Pra kjo është ajo çfarë do të ndahet. Për arsye se këto vende tashmë i kanë shpallur, gjitha këto vende evropiane i kanë shpallur pretendimet e tyre ndaj Ukrainës aktualisht në parlamentin polak, në të gjitha dokumentat kur i referohet Ukrainës dhe pjesës kufitare me Poloninë, ata i referohen si Polonia e ulët. Pra pjesën e Galicjas e quajnë si Polonia e ulët. Dhe kjo është një term që është përdorur më përpara për Galician, dhe Galicia i është dhënë Ukrainës pra në kohën që është themeluar Ukraina, dhe pothuajse pas luftës së dytë botërore, pra Stalini në këtë ka të drejtë, sepse Stalini ja dha Galician Ukrainës, sepse deri përpara në fillim Galicia i përkiste, ishte pjesë e mbretërisë polake, pastaj kur u prish mbretëria polake, që ishte pjesë e Komonwealthit Poloni, Lituani, i kaloi Austro-Hungarisë, perandorisë austro-hungareze, kur u prish perandoria austro-hungareze në luftën e parë botërore, pra në luftën e parë botërore i kaloi Austrisë, dhe pastaj në luftën e dytë botërore i kaloi Ukrainës, pra ishte Stalini ai që e futi dhe ja dha në luftën e dytë botërore. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me territoret e hungareze, të cilat ndodhen sot nën kontrollin e Ukrainës. Këto territore hungareze janë marrë. Hungaria është një vend i cili ka humbur më shumë territore nga shtetet evropiane, pra me marrëveshjen e Trianonit në vitin 1120, Hungaria humbi territore karshi Rumanisë, Kroacisë, Serbisë, Austrisë, Slovakisë dhe Ukrainës. Pra 6 shtete të tjera i morën territore Hungarisë me marrëveshjen e Trianonit në vitin 1120. Dhe hungarezët tashmë kërkojnë të marrin atë pjesë që e ka Hungaria. Gjithashtu është rumunët kërkojnë të marrin pjesën e Besarabisë. Në vitin 2025, një deputete rumune, tashmë nuk kujtohet emri, paraqiti një ligj të posaçëm për ta kaluar në parlamentin rumun, ku kërkonte që Rumania të njihte si territor të saj territoret e Besarabisë, të cilat ndodhen nën kontrollin e Rumanisë dhe përfshin 2 qytete, përfshin një pjesë deri në afërsitë e Odesës dhe përfshin qytetin e Ismailijes edhe një qytet tjetër që ndodhet që lag lumi Danub. Pra i ka kërkuar, nuk kaloi, pra
normalisht propozimi i saj që të kalonte ky ligj në Parlamentin rumun nuk kaloi si ligj, por ama tentativa është e tillë. Gjithashtu kemi projekti mbetet. Pikërisht, po kemi pjesën e Bukovinës, edhe ajo pjesë e Ukrainës, pjesë e Bukovinës e cila ka qenë gjithnjë pjesë e Moldavisë. Pra, edhe ajo është marrë gjatë pas luftës së dytë botërore, sërish Stalini ja vuri Ukrainës, edhe Transkarpatian, edhe ajo sërish e cila i përkiste Hungarisë dhe Çekosllovakisë, ju dha Ukrainës pas luftës së dytë botërore. Dhe ajo çfarë ka thënë Putini, ka thënë një realitet që pjesa më e madhe, gjithë pjesa perëndimore e Ukrainës i përket vendeve evropiane, të cilat Stalini i mori pas luftës së dytë botërore dhe ja dha Ukrainës. Dhe ishte Bashkimi Sovjetik ai që garantonte integritetin territorial të Ukrainës me rënien e Bashkimit Sovjetik. Ky integritet territorial garantohej vetëm mbi një marrëveshje me Rusinë, pra një marrëveshje paqe me Rusinë. Çfarë do dhe lufte me Rusinë, automatikisht do të çonte logjikisht dhe do të çojë në zhbërje totale të Ukrainës. Si shtet. Kjo është logjika. E njëjta gjë. Pra, lufta e ftohtë, për sa kohë ekziston lufta e ftohtë, garantonte integritetin territorial të Ukrainës. E njëjta gjë që ndodhte, pra kemi të njëjtën sistem, të njëjtën gjë. Për sa kohë ekziston lufta e ftohtë, garantonte integritetin territorial të Jugosllavisë. Jugosllavia u ngrit një shtet pas luftës së dytë botërore mbi baza dhe mbante edhe territoret shqiptare siç ishte Kosova që nga viti 1913 mbrapa, që u dha. Por lufta e ftohtë ja garantonte mbajtjen e Kosovës. Me prishjen e luftës së ftohtë, askush nuk garantonte integritetin territorial të Jugosllavisë, e cila filloi të prishet me luftën e vitit 90 dhe në fund në 99 u prish dhe humbi edhe Kosovën. Pra neve sërish ja morëm Kosovën Serbisë. Me rënien e pra, kësaj. Ishte rënja e kësaj dhe në këtë aspekt, pra rënja e luftës së ftohtë, sa ekzistonte lufta e ftohtë, ishin të garantuara këto territore, si të Jugosllavisë, si të Ukrainës. Me rënien e luftës së ftohtë, automatikisht këto territore nuk ka më kush i garanton dhe janë të lira që ata që i kanë të rimarrin territoret e tyre në bazë të mundësisë dhe kapacitetit. E njëjta gjë do ndodhi edhe me Ukrainën, nuk është se do ndodhi për 6 muaj, nuk është se do ndodhi për 1 vit, por ama brenda një periudhe 5 vjeçare deri 10 vjeçare, Ukraina nuk do të ekzistojë më si shtet dhe të gjitha këto shtete evropiane, siç thash, Hungaria, Polonia, Slovakia, Rumania dhe Moldavia nesër, të gjitha këto do t'i marrin territoret e tyre në Ukrainë. Dhe kjo është edhe interesi i Bashkimit Evropian, sepse në këtë mënyrë Bashkimi Evropian zgjerohet. Pra Bashkimi Evropian më shumë ka interes të zgjerohet me shtetet e veta se sa ta fusi Ukrainën pjesë të Bashkimit Evropian. Sepse nuk e menaxhon dot. Futja e Ukrainës në Bashkimin Evropian ka probleme të mëdha ekonomike se në gjëra për Bashkimin Evropian. Politike, gjithçka tjetër. Kurse kur e ndan, këto probleme bëhen probleme të shteteve të tjera evropiane dhe jo të Bashkimit Evropian. Dritan, se po flisim për ato, për raketat, edhe mu kujtua edhe një lajm tjetër që lidhet me këto raketat Hybershekan, çfarë kanë të veçantë, sepse lexova një artikull që ishin kthyer në problemin kryesor për shkak se janë të pakapshme, të pa interceptueshme, ose si më thonë e devijojnë shumë kollaj atë interceptorët. Shiko, problemi këtyre raketave ka të bëjë, gjitha këto raketat janë të pakapshme në momentin që hynë në hapësirën e tokës. Pra në një moment caktuar, edhe Hybershekan del nga atmosfera? Dalin nga atmosfera dhe në moment që hynë në atmosferën e tokës, shpejtësia e kokës të këtyre, pra kjo koka që është e shkëpushme, shihni? Pra kjo koka që është e shkëpushme, kjo koka mund të shkojë në këtë moment që rihyn, pra se ngrihet, del nga atmosfera. Në moment që rihyn në atmosferë, përveç shpejtësisë së saj që ka, automatikisht ka edhe peshën e kokës, pra 1500 kg. Pesh. 1500 kg pesha e kokës, që është vetëm kjo. Kokës është eksploziv, po vetëm kjo. 1500 kg. Dhe shpejtësia e kësaj shkon gati 20.000 km/h. Pra 20.000 km/h, duke qenë se me anët e satelitëve është e manovrueshme koka, e bën të pamundur që ti ta interceptosh këtë kokë. Sepse në momentin që radari intercepton kokën këtu, pra radari është këtu dhe e kap, pra shihni radarin. Okej, ky është radari. Dhe koka ashtu, radari intercepton kokën këtu. Kjo koka është me 20.000 km/h. Pra është në rënje me 20.000 km/h. Ti e intercepton. Dhe në momentin që ti të duhet disa minuta, pra 1 minutë, 2 minuta, ta kalosh këtë të dhënë, pozicionin e interceptimit, ta kalosh raketës që të godasi, pra baterisë raketore që të godasi, në këtë moment kjo ka lëvizur, ka ikur
Pra ka iku dhe si duhet sërish radari ta kapi, pra radari duhet harxoj 3-4 minuta ta kapi, kjo është e manovrueshme, derisa të kapësh ti totalisht, do të lëshosh të që kjo shkoj ta godasi, pra duhet përcaktosh trajektoren e kësaj, sepse kjo e kap këtu. Por kjo e kap dhe përcakton, është duke ecur në këtë drejtim, dhe përcakton trajektoren, dhe me këtë shpejtësi i jep të dhënat saj dhe kjo raketu lëshohet dhe e bën për llogaritje që duke ardhur me këtë